Jemi një Europë e cila kalon dhe përgatitet seriozisht për të bërë gati për një botë apo për një Europë pa Amerikën. Janë dakord, përgatitet seriozisht. Goxha thot, arsyeja përgatitjes nuk është ajo që thuhet. Është thjesht një propagandë lufte, por rrezik lufte nuk ka. Si e gjykon, ka apo s'ka rrezik lufte? Jo, unë nuk pajtohem këtu. Mund të ketë qëllime lufte, nuk ka dyshim. Zonja van der Leyen ka qenë implikuar edhe me situatën e vaksinave. Bashkëshorti i saj ka qenë kontraktor i disa miliarda eurove për çështjen e vaksinave dhe është hedhur në gjyq për këtë histori. Që këto historitë e lobeve të armëve, lobet e farmaceutikës, lobet e liberalit, kjo nuk ka si diskutim se është pjesë, lufta është biznesi më i madh në botë. Lufta dhe bamirësia janë dy bizneset më të mëdha në botë. Por ne jemi në një situatë tjetër. Pra, pavarësisht asaj që zoti Goxha i thotë se ne kemi lobet interesuara për të përhap sepse kanë përfitime, realiteti geopolitik më tregon që përtej luftës psikologjike që bën Moska apo klimës që ajo ndërthur, jemi në një situatë të re ku Europa është e vetëdijshme se do duhet të përballet me Rusinë pa një cover amerikan.